Mirë se erdhët binjan këtë dashur në letrat Orfejnë, jam Diana dhe do bëj një mesazh për ju. Kemi kalorësin e Gabrielit, quhet letra. Për ty po vjen binjak, për ty po vi për ty ta personalizoj, po vjen një periudhë me lëvizje të shpejta, vendime spontane dhe shumë energji. Shikojeni në kalë duke vrapuar dhe një lloj mbrojtje nga engjujt pas vetes. Gjërat duket që nuk do rinë më në vend. Mund të filloj një njohje fortë, mund të jetë një projekt i ri, ndryshim puna apo një mundësi që kërkon me një lloj reagimi të menjëhershëm nga ana e juaj. Kelete të nxjerrë shumë më të guximshëm apo më të guximshme se zakonisht binjakë. Do ndihesh sikur më në fund po të rikthehet motivimi dhe dëshira për të bërë diçka për veten tënde. Por problemi yt në këtë periudhë mund të jetë edhe nxitimi i madh. Mund të futesh me kokë në diçka pa menduar pasojat, binjakë, vetëm sepse të duket emocionuese në moment. Në dashuri mund të jetë, nëse e marrim për dashuri, dikush mund të afrohet shumë shpejt dhe më shumë interes ndaj jush. Tërheqja duket e fortë, një lloj, por mos e idealizo me njëherë personin. Shikoja ka veprime konkrete apo vetëm fjalë dhe entuziazëm. Këtu do të thotë mos nxitoni absolutisht, dhe pse është energjia super e bukur. Në punë dhe para, kjo është letër shumë e mirë për të marrë iniciativë, nëse ke pritur binjak për të nisur diçka, tani është koha. Por mos i lër gjërat për gjysmë siç bën shpesh kur humb interesin. Këshillën e letrës apo nga kjo letër mund të ty i them vetëm vepro me guxim, por mos u verbon nga adrenalina e momentit. Jo çdo gjë vjen shpejt. Apo jo çdo gjë që vjen shpejt zgjat. Prandaj me këmbë në tokë, absolutisht me entuziazëm, por pa u verbuar.